Mirvete Haziri Bucolli është një grua e zonja, e cila me përkushtim dhe pasion I është përkushtuar profesionit fisnik të mësueses. Dashurim për mësimdhënie e ka trashëguar nga babai I saj, që I ka lënë jo vetëm kujtimin e një njeriu të urtë, por edhe dëshirën për të ndriçuar mendjen e të tjerëve. Ideja dhe dëshira që të bëhem mësuese ka lind qysh herët, do të moshë 3, arsyeja ka qenë sepse babain e kam pas mësues, tash është pensioner, dhe gjithmonë do të jam rrit në atë frymën e librit, përgatitjeve mësimore, kontrollave të hartimeve, kontrollimeve të testeve, gjithmonë më ka pëlqy, kam qenë kurreshtare që një ditë edhe unë të jem e tillë dhe të dal para fëmijëve. Përveç punës në arsim, ajo gjen veten edhe në botën e fjalës së shkruar. Letërsia për të është një dritare tjetër e shpirtit, përmes së cilës shpreh ndjenjat, mendimet dhe përjetimet e jetës. Libri I dytë është për të rritur. Libri I parë ka qenë për fëmijë, ky libër është për të rritur, titullohet Dritaret e shpirtit. Dritaret e shpirtit, kjo është një mesazh që secili njeri e ka një dritare në shpirt. Dritaret duhet hapen, pa marrë parasysh a është koha me diell, a është koha me shi, me borë apo e vrerët. Gjithmonë duhet hapen dritaret për të kuptuar botën e secilit malet. Rrëfimi I saj merr një domethënie të veçantë pasi shkrimet e para të lindura që në fëmijëri I kanë shpëtuar luftës dhe sot janë bërë themel I librit të saj. Gjatë luftës të fundit Kosovë është djeg shtëpia prindërve, edhe më kanë mbet, pse unë atëherë jam martuar, edhe më kanë mbet ato fletoret, nuk e komendone, ka qenë fati njerëzve pikës pare, në pyetje, nuk më ka shku mendja që mundet me u djeg shtëpia, janë djeg edhe shkrimet, edhe kështu që më ka dasht kohë prej mas luftës me I mbledh shkrimet, aty ku kom pas inspirim, dhe tash kam dalë, kjo është libra e dytë, librin e parë kom botu gjatë muajit maj, ndërsa tash në tetor librin e dytë. Si autore, ajo ka botuar 2 libra që kanë lënë gjurmë të lexuesit e saj. Libri I parë, Pranverë në vargun tim, solli freskinë dhe ngrohtësinë e ndjenjave të saj, ndërsa këtë javë ka nxjerrë në dritë veprën e re, Dritaret e shpirtit, një përmbledhje që hap horizonte të reja në udhëtimin e saj krijues. Fillimisht inspirimet I ka marrë prej autorëve rilindas, sidomos prej Naim Frashërit, prej Migjenit, Ndre Mjedës, e shumë autorëve tjerë, se përpara kemi lexu shumë, do të thotë edhe në shkollë kur kam qenë, si nxënëse, masi që kemi përfunduar mësimin, ka ndodhur nga 2 orë, 3 kemi qëndruar në bibliotekë me mësimdhënësin e gjuhës, cilin e kam edhe redaktor të librit, arsimtarin Hysen Kçiko. Ai gjithmonë na ka mbajt orë shtesë në bibliotekë, kemi lexu, kemi komentu, edhe do të thotë jemi inspiru. Zonja Mirvete tregoi se libri I saj më I ri, Dritaret e shpirtit, ndahet në 3 cikle të jetë interesante. Cikli I parë titullohet Guri I dhimbjes, cikli I dytë është Loti ka emër dhe cikli I tretë është Çdo val ka fjalë. Kjo është më shumë se një përmbledhje poetike, ku çdo varg mbart një emocion unik, por një prej poezive zë vend të veçantë në zemrën e autores, atë që ajo zgjodhi ta interpretoj vetë disa vargje të saj. Kam poezit ndryshme, thash, kam kushtu heronjve, atdhejot, mërgjimtarve, për prindërit, kam kushtu poezi bashkëshortit, I cilin përkra në çdo moment, sidomos për veprimtarin dhe krimtarin, ka kohë që më ka thonë me botu, do të më ka shty se 2 një mbështetës me pas për krime, do të motivimi. Motivimi dhe demotivimi luan shumë rol. Do të kemi parasysh edhe ne si mësimdhënës. Do të asnjëherë nxënësit nuk duhet t'ja humbim shpresën. Do të se drita ekziston, po vetëm duhet me kërku.
Po une, kur kam qenë si fëmi, kam qëndru shumë të dajt, edhe qaj, masi edhe gjithë fëmit e dojnë, do tëtë, e kanë dëshiren me shku të dajt, e kam një poezi ku e kam kushtu të dajt. Që kohë të bukura s'harrohen dot. Kur shkonim tek dajt me vrap si era, shtëpia atyre me dukej përrall e re, me shumë dashuri lexonim ditët ne. Dilnim në obar herët në mëngjes, e ndihmonim gjyshin tek bletët pa përtes, luanim me fëmijët e dajës deri natën vonë, ajo kohë na mbetin kujtim gjithmonë. Bukë dhe dashuri në shije të drëndafilit. Sa ëmbël dukej zëri i bilbilit, dhe tymi që dilte nga termocentrali, lojën ton të bukur asnjëherë se ndali. Luanim e bisedanim në oborin e shtëpis, në atë vend ku mbetën kujtimet e fëmiris, rrëfimet të gjyshës rreth kopshtit plot lule, sa herë gjumin azente duke i ndëgjue. Ajo tregoi gjithashtu se për këtë poezi u frymëzua nga një përjetim i veçantë i jetës që e preku thellë dhe e nxiti ta shprehte në vargje. Ky inspirim më ka ardhur prej vajzës time të vogël, e cila është në klasën e 8, edhe ajo sarë do të thotë edhe kohëve të fundit që kam shku të dajt, e kam marrë me vete. Edhe një ditë kur kemi kalu, kemi qenë Prishtinë edhe kur e ka pa tymin e Obiliqit, termocentralin se dajt aty jetojnë, edhe më ka thonë që nanë më tis kemi shku, është ka mungon aroma e Obiliqit. Edhe atë natë e kom shkru poezin. Reagimet e nxënësve të saj kanë qenë të jetë pozitive dhe emocionuese, gjë që e mbush mirëveten me krenari dhe gëzim për botimet e saj. Nxënësat kanë reagu shumë mirë, mësusja po shkruan, mësusja jonë është shkrimtare, janë ditë lumtur, kam pas përkraje edhe prej prindërve, përkrajen do të thotë përkraja e familjes nuk mungon asnjëherë, kam pas përkraje prej prindërve, prej nxënësve, prej kolektivit, gjithmonë do të thotë më kanë përkra, më kanë motivu, më kanë shtyp se s'po botan, po shkruan s'po botan, edhe kështu që tani nuk do të ndalem. Besoj që edhe idetë nuk do të më shterrën. E krejt në fund ajo dha një mesazh frymëzues për të gjithë ata që ndërrojnë të shkruajnë, duke i inkurajuar të ndjekin pasionin e tyre pa frikë. Unë të gjithëve që kanë dëshirën të shkruajnë, ju kisha thënë të mos hezitojnë. Hapni dritaret e shpirtit sa më herët që është e mundër, në qoftë se dëshironi të shihni rrezet sa më lart. Me lexuesit e ndaj dhe e falenderoj, do të thotë, i falenderoj lexuesit dhe e ndaj kënaqësinë kur ata e lexojnë ta gjejnë veten. Jemi kthyer përsëri në studio, ndërkaq siç e thash